Pra Albin Kurti do thotë fatin e vet personal politike ka lidhur me fatin e Kosovës. Kjo është fatkeqësia jonë. Fatkeqësisht shumë njerëz janë brenda atij 51% që janë verbu, nuk përshohin këtë realitet, kur të shohin ka më qenë vonë edhe për ta, edhe për Kosovën. Thjesht pra ka lidh fatin e vet personal duke marrë peng krejt Kosovën, se në këto ngjarje gjeopolitike, në këtë moment kur globi po vlen, siç e thash në fillim, ku do të ishte Kosova. Pra me një pushtet e stablu mirë me 51% siç e thatë ju, nuk do të diskutoja me i pas institucionet, por në fakt do të ishim një stat tjetër edhe më të avantazhuar, i cili është ky. Kosova të ruante aleancat ekzistuese, gjë që nuk po e bën, domethënë Albin Kurti ka pikë këtë relacionet. Me SBA është izoluar ndërkombëtarisht, e izoluar edhe në këto relacione ndërshqiptare, sepse me Tiranën thjesht nuk kemi relacione. Ekonomia për toke, migrimi po, çmimet e larta po. Po përveç këtyre, në një situatë tillë ku po vlen globi nga këto luftra, është dëshirë që Albin Kurti jo vetëm me rujt aleancat ekzistuese, po me kriju aleanca të reja. Pra në këtë moment ne nuk do të flisnim a do të po a kemi institucione as kemi. Paradoksi llojit vet, por do të zhvillonim edhe të shkojmë një hap më tutje me zhvilluar aleanca të reja përveç këtyre ekzistuese. Për shembull, bënim aleanca, marrëveshje bashkëpunimi, sido që quhen ato në aspektet e sigurisë dhe të ushtarake me Bullgarinë, me Turqinë, siç është bërë me Kroacinë dhe me Shqipërinë, të armatimeve tjera, ndërsa ne ku jemi sot diskutojmë apat faj ky apo apat faj ai president. Dhe tash fatkeqësisht shumica qytetarëve janë fokusuar në këtë diskurs që ka imponuar Albin Kurti. Do thotë kanë faj këta apo s'kan faj këta. Albin Kurti dhe Vjosa Osmani. Bëhet president emri përveçëm. Rivaliteti reduktohet tek këto dy figura. Tek këto dy figura dhe në diskursin e thjesht pat faj ky apo pat faj. Zgjedhet ky apo zgjedhet ai duke luajtur me emra të përveçëm të kandidatë potencial për president. A shihni se ku qëndrojmë ne ekonomikisht dhe politikisht. Të merrem.